Në Mallakastër, zjarrfikësit vijojnë betejën me flakët edhe pse situata tani më duket nën kontroll. Në zonën Panahor, ndreni e vlosht, përveç se ndërhyrjes nga toka është punuar edhe nga ajri dhe aktualisht nuk ka rrezik për banesat. Edhe vatra në zonën Koilaç Greshic është nën kontroll dhe nuk paraqet rrezik për zonat e banuara. Të favorizuara nga era fort dhe temperaturat e larta, flakët përfshin kodrat e thepisura të zonës të njohur si Mallakastra Egër, duke rrezikuar që zjarri të merrte për masa të rrezikshme. Ndërkohë në Tiranë, në zonën e Dajtit pranë një fabrike janë rishfaqur disa vatra zjarri, megjithatë nuk ka rrezik për zonat e banuara. Edhe në prisk të madhe vijon puna për vënien nën kontroll të disa vatrave të vogla. Në Cikallësh të Kavajës nga ana tjetër, vatra ka rëndjeshëm në intensitet dhe po shkon drejt shuarjes së plot, pas ndërhyrjes së forcave zjarrfikse dhe mbështetjes ajrore nga forcat e armatosura.